Një valë e re të nxehtit ekstrem ka përfshirë Italinë dhe pjesën më të madhe të Evropës me temperaturat që priten të arrijnë deri në 45 gradë Celsius në disa zona gjatë ditëve në vijim. Për të tretën herë brenda pak javësh, autoritetet italiane kanë shpallur alarm të kuq për disa qytete. Sot niveli maksimal i rrezikut është në fuqi për Firenzen, Perugian, Brescian dhe Torino, ndërsa të mërkurën listës do të shtohen dhe Bologna, Frosinone dhe Roma. Meteorologët parashikojnë temperatura nga 39 gradë Celsius deri në 41 gradë Celsius në pjesën më të madhe të Italisë qendrore dhe jugore, si dhe në Sardenjë, ndërsa në zonat e brendshme termometri mund të afrohet me 45 gradë Celsius deri në fund të javës. Përveç vapës ekstreme, Italia po përballet dhe me thatësirë të theksuar dhe mungesë të burimeve ujore, veçanërisht në rajonin e Piemontes, ku autoritetet kanë ngritur alarmin për krizën e ujit. Temperaturat e larta kanë ndikuar dhe në jetën e përditshme. Në Firenze, korrierët e platformave të shpërndarjes së ushqimit kanë paralajmëruar grev, duke kërkuar mbrojtje më të madhe për punën në ambiente të hapura gjatë orëve më të nxehta. Vala e të nxehtit po prek dhe pjesën tjetër të Evropës. Në Mbretërinë e Bashkuar, temperaturat mbi 30 gradë Celsius po favorizojnë përhapjen e zjarreve, ndërsa në Francë flakët kanë përfshirë një pjesë të madhe të pyllit Fontainebleau. Në Gjermani, autoritetet raportojnë rritje të rasteve të mbytyjeve me 99 viktima vetëm gjatë muajit qershor.